Përgjithësitë e para zoti Berisha, është tërhequr, sepse nuk e keni futur në listë mbyllur, ka qenë më i votuar i primareve. Absolutisht jo. Asnjë gjë e tillë nuk ka, ai është një njeri i respektuar plotësisht, nuk mundet kurse si që të mbaj një qëndrim, por kjo listë këto mundësi kishte. Është përjashtuar nga lista apo ka qenë në listën e hapur? Jo, lista e hapur s'është përjashtuar, as mund përjashtohet, por ai ka meritat e veta. Natyrisht nuk mbase se di se unë po marr vesh nga ju. Se ky është problemi. Jo, s'kam komunikuar. Mund tani ky imi këtu ka mira mesazhe, edhe mund të ketë dërguar, nuk e përjashtoj mundësinë. Por kjo që mund t'i them, ai është njeri i respektuar. Zoti Berisha, po a zhbën kjo procesin e primareve sepse ai ishte më i votuari në qarkun e Elbasanit? Mos shkoni, jo, shiko, mos shkoni në ekstreme. Primaret janë një kriter themelor. Edhe me diasporë ka qenë angazhuar. Ja, pa diskutim. Me merita, nuk jam horë kush. Qa merita nuk pati, zoti Berisha? Prit, tani një minutë. Nuk u bashkua shpejt PD? Këto janë teknika të dëshpruara. Teknika të dëshpruara, ju doni të mbuloni emrat e atyre që dolen. Mëzër, qa kishte son dëshmit e skapistëve në gjykat? Shpëtuat nga një telefonat ju, nga Lali Vjellsi, që të shkoni këto të bëni ato. Jo, nuk e bëte. Nuk e bëjmë në këto, ne merremi me ju, zoti Berisha. Pse më të votuarit nuk janë në listë si? Janë. Kush janë më të Disa votuarit për janë tyre. në listë? Tani, të miratohet lista, se s'është miratuar. Nuk më shkon mua tani të nxjerr listën kur s'është miratuar. Po një nga 5 çështjet më të rëndësishme Elbasani, ju më të votuari nuk do e keni as kandidat, zoti Berisha. Ajo nuk dihet, ajo thuhet ti. Kështu ka deklaruar. Ajo deklaron, po pastaj mund të ndryshojë mendimin. Berisha ka një ide publike që ju më shumë se sa për 11 majin, po mendoni për 12 majin. E vërtetë është për qeverinë. Po mendoj për qeverinë pas 12 majit. A bioni që Ta mësoni. Po largimin e aleatëve. Në rast se humni zgjedhjen. Tani unë po them që do të jetë po përgatis qeverisë e ardhshme, ti më thua ato, po ja po nuk mund të pajtohen pa pajtueshëm. Po largohen edhe aleatët. Një prej partive aleate ka deklaruar që do të shkojë drejt Partisë Socialiste, pra ka dhënë dorëheqje nga koalicioni juaj. Sa ç'është i vjetër njeriu është dhe tradhtia. Nuk e çibon. Nuk e çibon.